Meryl Streep i Shqipërisë. Është me urdhrin mjeshtri i madh, e madhja, e ëmbla, e dashura për të gjithë, Roza Anagnosti. Mirë se ju gjeta. Dhe është dhe një film që titullohet Dhe vjen një ditë. Kështu është. Dhe vjen një ditë, në qoftë se unë Agronllaka një adhurus i madh i personalitetit tuaj pa diskutueshëm, është momenti që tani ju kam pranë, jeni dhe në show-un Alpazar. Unë adhurusi ju, më ke vu një qikë sikletësante, po besoj që do të kalojmë. Absolutisht. Shiko, është një familje ka që ngrohtë Alpazari, ja, e zëmë se një familje. Kënaqësi e madhe që ju kemi sot në Alpazar. Kënaqësia është e imja, ju faleminderit për ftesën. Nisja e parë, starti i parë juaj artistik, kush është? Starti i parë është që në Fillore. Fillore? Me këngë. Po. Kam fitu çmim të parë me një këngë të Leonard Dedës, Qingji. Aha. Pastaj në Shtëpinë e Pionerit, pastaj në Shtëpinë e Kulturës, gjithmonë, domethënë, kam marrë pjesë në takimin e parë të pionerëve me një prallë Tonin Arapit, Mësimi Pyllit. Po. O lejlek, lejlek i shkreqat ka gjetë, vaj me det, krahi fort, unë jam lejleku, kuptohet. Se ndoshta kështu vjen më bukur ajo, bëhet më konkrete. Por në skenën pastaj në skenën e teatrit, për çudi jam, si thoshe, në festivalin e parë, në takimin e parë të pionerëve, në takimin, domethënë kur është hap teatri Migjeni, unë kam marrë pjesë në numrin e parë të estradës. A keni filluar me humorin? Po, me humorin. Po, në qoftë se unë do t'ju vendosja në një rrethanë artistike. Ju jeni tek personazhi, tek filmi Fije që priten. Shoqja Besa? Ku humbët ju? Autobusi, më vonoi autobusi. Personazhi e ka Besa, mos gabojmë, ha? Pa, shoqja Besa. Që në çdo moment kërkohet që patjetër të bëhet pjesë e infiltrimit të atij agentit, nga Kadri Roshi. Ju do pranoni të ishit në Alpazar? Aktorën në Alpazar? Po, nuk ka unë pranoj. Puna është, urdhënoni. Mos harroni se ju keni një djalë të vogël si angjëll. Kadri, i malli Kadri Roshi. Ai film më ka fut në siklet mall, në fakt, sot mund shihet me një sy tjetër, se kuptohet që kohët kanë ndryshuar. Mos u ngut. Urdhënoni. Ju pres në Sauk. Kam pas fatin me qenë që është edhe artist tjetër të mall Kadri Roshin, që kam luajtur edhe në teatr edhe në film. Sander Prosi, janë kaq shumë, janë emra të mëdhej edhe aktore të mrekullueshme që nga Maria Logoreci, Liza Vorfi, se edhe mund të harrosh, domethënë. Këto lloj pyetjesh edhe intervistash ju keni dhënë dhe herë të tjera. Por për shumë publiku Alpazarit do të di, ju jeni njëkohësisht bashkëshorte e kineasit të madh, Anagnosti i famshëm, Dimitar Anagnosti. Tani ne shqiptarët jemi shumë kurreshtar, si u njohë nga? Ja, atë filmin që paraqitet ti Toka jon. Aty ka qenë. Aty jam njoft për herë të parë. Edhe në fund të filmit ne vendosëm që të fejoheshim. Po tani do të falësh, nuk shon kjo. Jeni aktore kaq e madhe, i bie kaq shkurt. Aty u njohëm dhe në fund të filmit. Na thonë një gjë. Si do të në fund të filmit atë? Po si? Mbaroj filmi o ti unë të dua të martohemi? Po na. Ja. Shiko, atëherë ka qenë kohë tjetër, Tash ti mund duket shumë naive dhe pa besueshme,
Po, vetëm me shikim në fillim? Ma normali me shikim. Vetëm me shikim. Zotin dhe gjani me gur. Shkoshim shesh Gjirimit, ishte një makinë e përshtatur pa autobus në fakt, edhe kishte rinin, po kishte edhe mrapç, domethënë një rresht. Dimitri rritë mrapç. Edhe unë isha në rreshin e dytë, shkoshim për ditë në shesh Gjirimit që e kishim në Kosan. Është një fshat afër Koplikut atje. Po. Po, dhe kur more vesh që Dimitri i vesh të tjerave është edhe nga Bregu, ishte diçka që ndoshta të largonte për momentin apo të intrigoj më tepër për ta njohur? Sigurisht që ajo ta njohësh njeriu në punë është shumë e rëndësishme, se e njeh në gjithë aspektet. Edhe në momente që mas e s'do, sepse duke ne gjithë ditën sheqërimit do ta kuptosh si është, si shikon, si punon, si qoftë edhe si han bukë, do më thënë. Pra, ju në këtë rast tregoni se ju e keni njohur kaq mirë dhe jeni lidhur kaq mirë me njëri tjetrin, apo jo? Po. Pra, në një farë mënyre, ju jeni nga fshati i Burrit apo nuk jeni? Po, kam diçka edhe nga fshati i Burrit, që është e drejta sepse pushimet atje i bëj vazhdimisht. Kështu që jam i qik më e lidhur. Kur kam shkua atje. Me thënë drejten, tash ishte diçka e vështirë, tash nga Shkodra me shku në Vëno. Në Vlorë, pri Vlorët me shku në Vëno. Shkove në Perl. Po të shkoje në Vëno, i herë Perl e bukur atje, po do shkoje me një kamion të mbuluar, dhe me thënë formë makine, që kur shku më atje ishim bardhë, se rrugët ishin... Erdi Nusja, sikur kështë dal nga miniera, nga kurorja. S'kishte mbarim ajo rruga, edhe të vukap një kalablet. Po nuk i the ku po më të qonë. Unë thash me mend, se më vite dhe zor t'i thoja, se sërë si so, thash ku po shkojmë, ku qeka kjo, funi dynjas, funi botës, thash unë. Nëse arrita atje të gjithë Nusja, të puca, ato kanë zakon që puthin, o jetos, jesi, shkone. Puthim. Po, në fillim ato gratë fliqin shumë shpejt, edhe unë them të drejtën nuk i kuptoja në herë, dhe një e dy pyetësha Dimitrin, qarë tha? Edhe më në të fund ajo një alkatera që është, edhe tha, Gjanoj, tha Dimitrit, o jetë, tha, e di shqip kjo Nusja jote? Ka mësove nga traditat, nga zakonet e tyre? Po, kam mësu, mjaft kam mësu. Ke pasur në një rast për shumë... Edhe ato më duan shumë, në fakt. Në herë më thonë të duam edhe më shumë se... Jo vetëm ato të duam, po dhe ne të gjithë të duam. Po më thonë... Pasaj, kur shkova në det, i harrova gjitha sa ishe vërtet një gjep. Se ky më fliste gjithmonë, si kur ishe Parisi. Vunoj si kur ishe Parisi. Është këshu, është ashtu. Disa gjë, po betohem. To shë mama, edhe ky sa po egzageron. Kish fa i shkreti, kështë nga dashuria. A këndon do të si... me që se je edhe nga fshati Burit, këndon si nga Vunoj për shumë? Ditë këndosh? Po, diçka di. Ditë këndosh? Po, di. Një provë mundem... Me që me fillu me lapqe? Po, qa këndon? Po, qa këndon nga Vunoj? Po, të kënoj mi këngë Shkodrane, je? Unë thash, më të jo mua. Unë them të filloj nga Burri në fillim. Ja, marë, pa nuk ka lecet anë nga Burri të erdi a i trokitit e këty. Po pra? Po pra, filloj nga Burri pra. Po, a i erdi të unë. Në respekt të Vunojt, jeshte si Parisi, po më të gjohë mua, është edhe më bukur kështu. Po, si të dëshirosh, do të... Në regull. Erdi prilli shkriu bora majave.
Tani, e këndove këngën për nga fshati i Burrit, por e këndove kështu do më thëmë pak kështu të përpunuar. Po, si puna e, si mas limos dizdarit. Si pas limos, Tani, të ta këndoj një motiv unë, si pas motiveve të Taqo Anagnosit. Po, kënoje. Da. Dalan dyshe vogëlo Dale, dale Ajde Aman, aman, aman Dalan dyshe vogëlo është një poezi gruaja shqiptare, është e Vincenz Prendushit, është si pun poeme, nan e bi. Po, atëre në magjinë e Roza Anagnosit. Kararezja nërbajame, të bine vetë kështu e vete ama. Shke më i bi që kja në fshan, e vedhat vran, kja va shumë mori lumnana, tu i qenis më ra gjylpana, po qka ke që lotin zori, apo dru mos mi e halis, qysh se kja në tu i qenis, nuk ashtë gja më i nanë sa shgja, por po të thamë se askot s'jam vra, nan, dashnia më ka molis, pra në i kja jo të i qenuis. Tu thavt goja biq shpothue, a ka që shpejt ti mjetër bue, banat pava tu i dan der, nuk ke pështim, jo meqa e mjerë. Jam shqiptare, e bi shqiptari, e ato fjallë nanë s'mund t'i bari, as moj nanë nuk jam halis, veç se kja jo t'u i qenis, e shkan zemër më kape ngu, as gja e dejo nanë për mu. Folë moj bi, mos m'len nër grepa, tash me m'diftu, pse zemra pesh tash shu. Nanë, dashnia më ka molis, pra nëj kja jo t'u i qenis. Mori bi, moj si pran vera, pash një dje dhe pash një tanë, më difto sot, që sokol ke zanë, po qfar sokoli thu moj nanë, thash, se s'ma manera, si kam dhanë një fjalë kërkujt, po ta them, po me bes të Zotit, ty du fjallën me dëgju, as kam nërmen me t'u largu, zemrën dysh, unë s'mund t'a daj, m'len qenis, m'len të kjaj. Unë rrit nana, lo t'i pshtun, para s'bis fortësyt ju n'zun, kalun dit e kalun net, vajza ma me gojs po flet, me gojs flet ashtu i lengu, legon keq në ato shtroje deket, e shpesh paket edhe meket, ftyra e saj, por si flok bore, më nash, gjylpan, se lëshon për i dore, por punon e tu i punue, shef pëlhuren që jash marue, e shikon atë me mal, edhe e puth e ven në bal. Mori e ngrat, a një men s'do me mdiftu, pse zemra pesh ta shu? Nan, dashnia më ka më lis, kja va mjaft të i qenis, kja va mjaft, ma desh të ligjroj, por ju këput kësaj fjalla n'goj, e fjallë tjera nuk mund zori, mnash, gjilpan prap n'dori mori. Por dy durt, por si Florini, mi pëllur deka janë ngrini. Kuku, nana, kjanë me lot, se që me gjetë të mjerën sot, se që gjetë të zezë nanën të qedhen në këtë hanë. Merë pëllurën, që paten bia saj, kish pasken ku që zi,
mi të qenis, gjithë dashnin që e kish molis, në kryt flamurit kish punu, për rreth Shqipes, me dorë praru, fjalë të hershme, fjalë të parve, se Shqipnia, ashtë e shqiptarve, e nër skajet, fjalët liri, mërë në shkreta, e pështjedhat bi, që pa njoft tjetër dashni, ishte shkri veç për Shqipni. E një bia e zana mali, ju që kjanin dek një ideali, e përmys mik të bujare, e në roni bin shqiptare, e tu i puth me mal e vaj, një atë flamur që dora saj, ditja gjbukur me qenis, pse dashnia e kish molis, lidhuni, dashnia përventuj të jetë stolia, në vend do të shkoj o fjallat parve, se Shqipnia është e shqiptarve, lidhuni tokë, si bajshin motit, ato bijat e kastriotit, e brohoritni në gaz, në vaj, roft Shqipnia e flamuri saj.